إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Fillimisht falënderojmë Allahun subhanahu wa taala, ashtu siç takon madhrisë së tij, pastaj dërgojmë salavat dhe selame për të dashurin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekën rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit. Dhe të dashur, e kemi përmendur më herët se Allah subhanahu wa taala në Kur'an gjumin e quan si vdekje. Por ulemaja kanë thonën, gjumi është vdekja e vogël. Ajo që ndodh në fund, ajo është vdekja e madhe. Gjithashtu me një hadith më ka thonën se gjumi është vëllahu i vdekjes. Nuk është vdekje, por është afër vdekjes. Allah subhanahu wa taala në surën Al-An'am thot: "Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl." Allahu është ai i cili ju vdes juve gjatë natës. Pra va merr shpirtin. Është për qëllim gjumi. Vazhdon ajeti thot Allahu: "Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari." Dhe Allah e di shumë mirë se ju çka veproni gjatë ditës. Allah asnjë informat, asnjë detaj nuk i hik. Çdo gjë që ne e bëjmë, Allah subhanahu wa taala e din se ne kemi bërë atë vepër. Thumma yab'athukum fihi li yuqda ajalun musamma. Pastaj thot Allahu dhe ju ringjallmi. Çka është për çfarë ringjallja? Është zgjimi nga gjumi. Dhe thot Allah dhe ju ringjallmi për s'dyti herë deri në një kohë caktuar. Pra është për qëllim njeriu zgjohet nga gjumi deri në një kohë caktuar, tani i vjen ajo vdekja e madhe që është, më thonë, për sa herë largohet nga kjo dynja. Pra po e shohim që Allahu po e quan, më thonë, gjumin vdekje. Gjithashtu për mësam kërë shpitën se dhe kanë pitë sahabët jasë dhe kanë thonë, a flenë gjenetlit në gjennet? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonën: "Wa ahlul jannati la yamutuna wa la yanamun." Banorët e xhenetit as nuk flenë as nuk vdesin. Edhe ka thonë Islam, "Akhul maut." Ajo është, më thonë, vëllahu i vdekjes. Pra gjumi, më thonë, është sikur vdekja, këtë asi, më thonë, ka qytë për Islam, vëllahu i vdekjes. Dhe së dashur, hutbën e kaluar folëm diçka rreth asaj se si duhet ne të flejmë. Cilat janë ato edukata që ne duhet të bëjmë para gjumit. Në këtë hutbë do të mundona mi përmend disa gjëra, si duhet të vepron muslimani kur të zgjohet nga gjumi. Sa të na çelën syt, çka duhet të veprojmë? Kemi disa hadithe ku na ka mësuar për disa edukata që duhet muslimani mi pas parasysh. E para për tyre, feja islame na ka mësuar që duhet me përmend Zotin më një herë sa të çelmi syt, të bëjmë dhikr. Është përmendur një hadith, pejgamberi sa kur tregon një sahabi dhe thot, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur flinte thoshte: "Allahumma bismika amutu wa ahya." O Zot, në emrin tënd unë vdes dhe ringjallem. Kjo është duaja kur flen. Vazhdon sahabiu thot, dhe pejgamberi sa kur u zgjonte nga gjumi, thoshte: "Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur." Falëndrimi takon Allahut, i cili na ringjalli pasi që na mur shpirtrat. Wa ilayhi an-nushur, dhe tek ai do të kthehemi. Shikoj pejgamberi selam e ka bëu këtë lutje. Kur u zgjon nga gjumi ka thonë: "Elhamdulillah o Zot që ma ktheve shpirtin." Në një dua tjetër të pejgamberit selam thonë një sahabi, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Idha stayqadha ahadukum falyakul." Nëse ndonjëri nga ju zgjohet nga gjumi të thote. Çfarë thote? "Alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi." Falëndrimi takon Allahut i cili më dha shëndet në trupin tim. E filloi ditën me hamd. Tha falëndrimi takon Allahut i cili më dha shëndet në trupin tim. Dhe vazhdon lutja: "Wa radda alayhi ruhi." Dhe ma kthejti shpirtin. Nga se njeriu kur flen, shpirti del nga trupi. Dhe ma kthejti shpirtin, tha pejgamberi selam, edhe çka? "Wa adina li bi dhikri." Dhe ma mundsoi të bëj dhikr Allahut, ta përmendi Zotin. Pra dhe këtu e shohim nga ky hadith se pejgamberi sa më ka bëu këtë lutje kur u zgjue nga gjumi. Në një hadith tjetër interesant,
Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregon se çka bën shejtani me robin çdo natë. Është një hadith i gjatë, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, yaqidu ash-shaytan ala qafati ra'si ahadikum idha huwa na'im thalathu uqat. Pra thot, çdo natë i biri Ademit kur flen, vjen shejtani edhe te qafa ja lidh 3 nyje. Çdo natë shejtani ne kur flemi i lidh 3 nyje tek qafa jon. Edhe çka thot shejtani? Wa yadribu ala kulli uqda. Dhe i mshton çdo nyjes që më forcu fort. Dhe thot alejke lejlun tawilun farqut. E ki përpara një natë të gjatë, flej sa dush. Shejtani e thekë fjalë kur ne flejmi. Çka thot pejgamberi në vazhdim? Pejgamberi thot fa idha stayqadha fa dhakara Allah in hallat uqda. Nëse robi zgjodh nga xhumi dhe përmet Allahun, nyja e parë lirohet. Mesin veç 2. Vazhdon pejgamberi thot fa in tawadda in hallat uqda. Po nëse merr abdes, nyja e dytë lirohet. Edhe vazhdon pejgamberi thot fa in salla in hallat uqaduhu kulluha. Po nëse edhe falet, tu 3 nyjet më thon lirohen. Edhe vazhdon se më thot, kush i bën këta? Kush e përmend Zotin kur zgjohet? Merr abdes. Edhe falet, ka thënë pejgamberi selam, fa asbaha nashitan tayyiban nafs. Ai që i bën këta, thot zgjohet i gjallë, aktiv, me një shpirt të mirë. Wa illa, thot pejgamberi selam, wa illa asbah khabith an-nafs kaslana. Po nëse nuk i bën këta 3, thot zgjohet me një nefs të prishur edhe përtac. Shpesh ne i ndëgjojmë xhamatin thot, hoxha pa me pi një espresso s'm del gjumi. Që është një ilaç profetik. A do mu kthell sabaherët, sa të shohësh me një përmend e Zotin. Merr abdes dhe falu. Këta 3 sende më thonë njeriu e bën gjallë, e bën aktiv. Që përsa na ka mësuar ne se si njeriu kthehet në mëngjes kur sa mjesa zgjohet nga xhumi. Pra e para është më thonë ta përmend Zotin. E dyta përmenda abdesti. Për edukatës është sa herë që zgjohesh nga xhumi merr abdes. Nga se të kthjell. Është përmend me një hadith ka thënë selam idha stayqadha ahadukum min manamihi fatawadda falyastanthir 3. Nëse ndonjëri nga ju zgjohet nga xhumi të marrë abdes, edhe në ta laje hundën deri në fund të saj, të qoshit, edhe në ta nxjerrë ujin jashtë. Fa inna ash-shaytana yabitu ala khayshumih. Ka thënë selam nga se shejtani flen të fundi i hundës. Pra do kur merr abdes, edhe shejtanin e largon nga hunda jote. Këtë arsye zgjohesh, kthjellës. Pra është më thonë një metodë profetike se si ne më thonë kthjellemi më një herë pas xhumit. E përmend edhe e treta, namazi. Gjithashtu, për edukatës është kur zgjohemi nga xhumi ta fshim xhumin me durët e tona. Nga se kështu vepron pejgamberi selam kur zgjohet nga xhumi me durët e veta e fshin të fytyrën e vet, mu zgjon nga xhumi. Edhe kjo është vërtet edhe shkencërisht. Me durët më thonë me fshi fytyrën, kjo më thonë e bën më të kthjellët njeriu kur zgjohet nga xhumi. Gjithashtu, pejgamberi selam më thonë e lexonte edhe 10 ajetet e fundit të surës Ali Imran. Sa u zgjohet nga xhumi, pejgamberi selam i lexonte këta 10 ajetet e fundit të surës Ali Imran. Gjithashtu për edukatës kur zgjohemi nga xhumi është përdorimi i misfakut. Ne nëse s'kemi misfak mund të përdorësh edhe brushën. Pejgamberi selam tregon në hadithe punën e parë që bënte pejgamberi selam kur zgjonte nga xhumi e përdorte misfakun. Nga se ishte një mjet pastrimi. Edhe sot e ke ditë. Po nëse s'ke misfak mund të përdorësh edhe brushën, nga se gjatë natës nga goja jote mund me dalë disa era. E muslimon nga edukata është, më thonë, me e la gojen mi njëherë si zgjohemi nga xhumi. Kjo ishte edukata e 6. Edukata e 7 në radhë, të zgjohemi herët. Nga se për duave që ka bu për mësëram ka thonën, Allahumme barik li ummeti fi bukuriha. O Zot, banë të bereqetshëm ummetit tim mëngjesin e ti. Pra më thonë ka bo dua për mësëram që në sabah është bereqeti. Këta si muslimon për edukatës është, më thonë, mu qu herët, fillimisht me marr abdes, me përmend Zotin, me fal namazin,
dhe me vazhdu me i bë punte e nevojët e dunjos që i ka para vetes. Gjithashtu prej edukatës është që është shumë rëndësi këtë çështje, që zgjojmë familjarët e tonë për namaz sabahit. Shpesh herë shumë do xhamatli për vetë zgjohet nga xhumi, e fal sabahin, po nuk interesohet për fëmijën e vet, a ka fal sabahin apo s'e ka fal sabahin. Nuk interesohet për gruan e vet, a u zgju për namaz apo nuk u zgju. Për edukatës, kur zgjohemi në sabah, është edhe familjarët të zgjohemi nga xhumi. Allahu thot në Kur'an: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa", ndihmoni njëri tjetrin në takvallëk, në punë të mira. Është përmendur në një hadith ka thënë selam, Allahu mëshirof një rob i cili zgjohet falet natën dhe e zgjon gruan e vet. Gjithashtu hadithi vazhdon, Allahu mëshirof një gruaje e cila zgjohet natën falet dhe e thret burrin e vet. E zgjon nga xhumi. Gjithashtu më për edukatës është, bile kemi obligim për namazin e sabahit, që zgjojmë familjarët e tonë, nga se Allah thot: "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha". Urdhëroj familjen tënde për namaz dhe qëndro i durueshëm në këtë çështje. Pra më falënderoj Allah subhanahu wa taala që Zoti na bën nasip neve gjithë të kemi parasysh këta edukata, kur zgjohemi nga xhumi, të zgjohemi me duke përmend Zotin, marrmi abdes, falmi namaz, talojmi gojen, të lexojmë këta ajete që përmenda kështu me radhë. Wa aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.